Mishe Thua me Nedin dhe Joridën. Mirë se erdhe në podcastin Mishe Thua, unë jam Nedi, kjo është Jorida, edhe sot kemi disa miq shumë të veçantë, Juan dhe Juliana, edhe do të kemi një bisedë të këndshme. Ne kemi folur për shumë gabime që kemi bërë në martesë edhe si mund t'i evitojmë në këto episodet të fundit, por sot besoj kemi edhe gjërat freskëta, sepse këta nuk kanë shumë kohë të martuar, do të dëgjojmë pak historia e tyre, por faleminderit që na ndiqni në këtë podcast edhe jeni shumë mbështetës për ne. Ne po bëjmë këtë gjë për juve, por edhe po mësojmë gjëra të reja vet. Kështu. Mirë se erdhët. Jemi shumë të gëzuar që jeni me ne. Juani nga Puerto Rico, Juliana nga Bërgjita, por së bashku jeni martuar, do të dëgjojmë pak nga kjo histori. Më pëlqen që jeni shumë entuziast për jetën, për martesën, për besimin tuaj, edhe kjo energji, pozitivitetin, është diçka që na bekon neve si qift. Kështu, faleminderit që jeni bashkuar me ne sot. Faleminderit juve për ftesën në këtë podcast kaq të bukur për martesë. Për tani pyetja e parë, për juve si jeni njohur? Online apo sepse në ditët e sotme shumë njerëz njohin online. Në vërtetën ne mendoj që këtë takimi ishte organizuar për Zotin. Zotin ka organizuar sepse në vërtetën unë erdha në Shqipëri në 2022. 2022. Erdha nga Puerto Rico pa planifikim, sepse miku ime me ka ftuar për të shkojnë në Barcelonë. Jo këtu. Por 2022 akoma pandemia kishte plane të ndryshme. Edhe na ndryshojnë planet. Ai kishte jetuar këtu në Shqipëri. Edhe pëlqen shumë Shqipëri edhe na tha, "Okay, le të shkojmë atje për ca muaj." Derisa Barcelonë u hapet duart. Dhe pas ca javë unë fillova të pëlqen shumë kultura e Shqipërisë. Edhe ushqimin. Edhe fillova të punuar në një vend. Dhe kur Barcelona u hapet duart, miku im me pyeti. A do vish me ne te Barcelona po do rrish tu? Dhe unë kisha ata vendimin për të marrë dhe më tha, me le të mendoj qik dhe pastaj të thuaj. Dhe planifikova një udhtim për Korça në taksi. Mendova që Korça ishte shumë afër. Jo, ishte shumë strent. Shumë strent se 3-4 orë nuk është. Dhe pa planifikouar, kontaktova një agjensi, një agjensi që kisha një tour buditor, që nesërmen mund të nisesh, edhe atje unë. Se edhe ti ishe... Rastisë që dhe turin që kishte marrë Juani, pa ditur se ku do shkonte, isha dhe unë. Dhe unë jam aty. Duke qenë se unë kam studuar spanjisht dhe dia gjuhën që fliste Juani, kështu që aty nisi biseda, do me thënë, duke që momenti që ai tha që unë vi nga Puerto Rico dhe mendova që është latin, nuk ishte si ndote ndryshe. Edhe aty nisi biseda, po si erdhe në Shqipëri, këto pyetje që një shqiptar bën gjithmonë për një të huar kur vjen këto. Dhe aty nisi gjithçka. Sa bukur që ata fundjavë ishte një çik jo çuditshme, por ishte herë e para që unë ndjeja kisha një biseda shumë të thellë me dikush që nuk e njoh me përpara, edhe ishte lirë, ishte
shumë hapur, shumë Po. ne folim për gjithçka, pa planifikim sepse Po. për dyshimet, plaget, Po. për të ardhmen, Po. edhe për besimin e Zotit. Mhm. Por sepse nuk ishte asgjë të humbë. Po. Pra, ishin dy persona që vinin nga dy botë të ndryshme, nga dy kultura të ndryshme, ishte thjesht një bisedë e sinqertë, po në ato bisedë folën për gjitha, për sfidat që kishim kaluar secili, fëmijërinë si ishim rritur, qëllimet edhe ato objektivat që ne kishim për të ardhmen, po gjitha kjo ndodhi aq rehat, nëse Po, ta e them kështu, natyrshme. aq e natyrshme, aq Pa mas. pa maska, Po, ishim thjesht po, ne pa atë idenë që okay, ndoshta mund mos takohesh më mbrapa, do kishte sa I kishte plane për t'ikur në Spanjë, edhe tham okay, pse duhet të tregojmë dikush tjetër se fundja është një person që sa pa e njoha, dhe nuk është se do humb diçka. Po. Por në fundit fituam me gjithë. Sa bukur, shumë faleminderit. Edhe nuk kujtoni shumë për Korçën, vetëm Jo. për biseda. Ne të dy e shkojmë te Korça pastaj dhe shumë e bukur, por ata fundjavë ishte për ishte më shumë për ne se sa për vendin që ne kishim shkuar për të parë. Edhe me mirë sepse unë edhe kisha përkthuese personal në ata. Po. Wow. Që ndoshta tani ajo ideja është që nëse do të takosh njeriun e duhur në jetën tënde, regjistro për një tur. Kush e di kush mund të takosh gjatë turit. Jo. Zoti e di, është tamam ajo që di. Prandaj Zoti e di. Zoti kishte organizuar gjithë. Po, që sa kohë keni të martuar tani? Kemi në korrik të 2022, që bëjmë gati 4 vite. Në Puerto Rico ne them 4 mbi 20 sepse. Pra, sikur kemi më shumë se sa 4 Po, vite. sepse ju duket si keni shumë më shumë kohë së bashku. Po. Edhe duket se jeni lidhur shumë fort së bashku, jeni një skuadër. Kështu 4 vjet, por një themel të fort edhe një lidhje shumë të fort me njëri tjetrin. Na pëlqen kjo shumë mirë. Juliana, çfarë të pëlqen tek Juani, çfarë të tërhoqi edhe diçka që ti e vlerëson tek ai? Përveç kachurrella. Po shumë mirë fol për Juani ka shumë cilësi të mira, po ndoshta ajo gjë e parë që më tërhoqi, që në atë fillim që sapo tham, ishte mënyra se si bisedoi. Domethënë ajo në lirshmëria dhe rehatia në momentin që mund të flas. Jo me ato idenë që shikon nëse unë do ndaj një shqetësim apo një mendim, ndoshta nuk do ndjem mund të them e paragjykuar, po ndoshta pak si e tepër. Dhe ajo rehatia në momentin ai komunikimi që kisha që në fillim, ajo kimia nëse mund ta them kështu, ndjesha shumë rehat dhe e di që tani për çdo gjë shqetësim ose një mendim që mund të kem, e flasim, e komunikojmë, nëse ai komunikimi është thelbi për mua që më ka bërë të ndihem shumë rehat. Pastaj diçka tjetër që më pëlqen tek Juani është mënyra se si e sheh jetën. Është shumë i qetë. Edhe gjërat gjithmonë I merr me një qetësi edhe me një mençuri, me maturi, kurse unë jam çik kështu, okay, panikosem shpejt, si do ja bëjmë. Edhe ajo qetësia e ti më ka bërë që edhe unë të jem e qetë, mëson, domethënë ti marr gjërat më shtruar. Shumë bukur. Dhe diçka tjetër që prapë që në fillim që më ka bërë për vete nga Juani ishte në atë periudhë kur u njohem, isha në atë rutinën edhe në atë stresin, po se do të bëj diçka tjetër, që të kem një punë më të mirë, po mendoj sikur të shkoj në një vend tjetër, ndoshta jashtë nga këtu, sepse ndoshta jeta do jetë mirë, dhe nuk, domethënë mendosha gjithmonë për të nxituar, për të bërë gjëra, po nuk shikoja realisht ato që I kisha dhe nuk I vlerësoja. Dhe një nga gjërat që kam mësuar nga Juani është dhe që më pëlqen nga ai është që mundohet që t'i vlerësojmë gjërat që çka kemi, dhe domethënë të fokusojmë mirë tek ajo që kemi dhe pas hapi më qetë të marrim edhe nisma të tjera. Shumë bukur. Pa, është kjo tipike për kulturat latine? Po, sepse ne mund të punoj për me të mirë. Por ata që kanë me duhet të vlerësoj sepse
nëse nuk e vlerësoj, mund të humb. Mund të humb ata që kam. Edhe prandaj un tentova, nuk e di nëse është tentova të shpjegoj tek Julianit, sepse unë e di që shumë shqiptarët duhet të ikë në Gjermani, sepse atje është më e mirë. Okay. Por tani kemi shumë të huaj që duan të vinë këtu. Sepse Shqipëri ka shumë gjëra, shumë të bukura, edhe më vjen keq, por shumë shqiptarë nuk e vlerësoj kështu. A nuk është kjo si sëmundje sotshme që nuk e vlerësojmë atë që kemi, edhe gjithmonë jemi të pakënaqur synojmë për diçka që ndoshta është e paarritshme ose është jo reale, por nuk e shijojmë jetën sot, martesën që kemi, miqësinë ose mundësitë që kemi. Edhe humbasim ato gjërat e bukura që kemi sot për shkak që jemi gjithmonë duke menduar ose për para, ose kemi gjelur atje brapa me sa mirë ishte atëherë, por le të kënaqemi sot. Me atë që kemi. Tani kam një pyetje për ty, Juan. Çfarë ishin ato gjërat që të bëre përshtypje me Julianën? Juliana, si ta thuaj, është në vërtet ishte ata pastërtie që ajo kishte, sepse edhe pse ajo kishte ca koha të vështira, si humbjen e babait, edhe Shqipëri në 90 ishte e vështirë. Por ajo asnjëherë humbi ata dritën e saj. Dhe ata më bëra përshtypje, sepse unë e di që historinë time kishte shumë errësi, dobësim, shumë ndryshime, gabime, dhe unë e di, ishte çike vështirë. Edhe kalova shumë depresion, shumë gjëra kështu, edhe kishte nevojë për të punuar, për të jem më mirë, edhe çik pozitiv edhe kështu. Por ajo ishte natyral kështu. Edhe kjo me bëra përshtypje. Dhe okay. Dhe diçka tjetër që me kishte prekur shumë, që edhe pse ne të dy vim nga kultura të ndryshme, ajo me kupton. Dhe ajo kuptova ata gjëra që unë kam kaluar, se edhe unë kam humbur prindrit e mi, edhe akoma nuk e kuptova si ne të dy kishim historinë pak shumë njëjtë, por unë shkova ta errësirën, edhe ajo ishte shumë e pastër në shpirt. Dhe ajo mendova që nuk është ata gjëra që të ndodh në jetën, por si ti reagon ndaj sfidave që kanë. Po. Edhe mendoj që ato është më sa bukur. Edhe kaçurelat e saj, do të thashë. Po, ata kaçurelat shumë të bukur. Bukurinë e saj, shumë faleminderit. Është shumë bukur kur të dëgjojmë si jeni të tërhequr, edhe si keni gjetur njëri tjetrin. Edhe në ndryshimet që keni, sepse realitetin është që jeni shumë ndryshe nga njëri tjetri, por ato gjërat që të tërheq për shkak të ndryshimeve, edhe bukurinë që mund të shikojmë tek njëri tjetrin. Kjo është, Tani ne jemi në një grup të vogël së bashku, kemi disa muaj, ose një kohë të gjatë që njohim njëri tjetrin, edhe një gjë që më bën përshtypje dhe që më pëlqen është që jeni shumë entuziast për të investuar në martesën tuaj, edhe pse është një kohë shkurtër që jeni martuar, 3 as 4 vjet, por jeni aktiv duke investuar, dhe pse mendoni është aq e rëndësishme? Ndoshta jeni akoma, nuk e di nëse jeni akoma në kohën e mojnë e mjaltit, zgjatur shumë, e keni gjetur sekretin si të zgjasi, por ne mora vendimin që
më mirë të jetoj në muajin e mjaltin për gjithë vit, për gjithë vita, gjithë Gjithë jetën. jetën, gjithë jetën. Por në vërtet ne morën vendimin se nuk duam të jemi çifti normal. Ata normal, ajo që quhet normal në botë. Aha. Që janë marrëdhënie të thuara, ata Ndoshta jo komunikimi mirë. po dorëzimi i shpejt, Po. sepse unë vi nga Amerikës Latine. Edhe ajo gjëra që ndodh në telenovelas, nuk është vetëm për telenovela. Nuk është vetëm për serialet edhe shumica gjëra ndodh në realitet. Për shembull, prindrit të mia u divorcuan kur unë isha fëmijë. Dhe kalova shumë vështirësi, shumë edhe e kuptova shumë herët qa sfidat ata Divorci si. po diversi sjell, po. Dhe ne mora vendim që le të bëj gjërat. Ta thyem atë ciklin, pra Po. që mos ndodhe ajo që Juani kishte përjetuar në familjen e tij. Domethënë vendosëm të ishim jo ai çifti normal siç thot Juani, që të jemi të investojmë, dhe të kemi qëllime dhe të kemi gjithmonë atë komunikim me njëri tjetrin. Ashtu siç e tha ai dhe Juani që ai e di se çfarë sjell një divorc pasi e ka përjetuar. Edhe në rastin ton kemi vendosur që të investojmë aq shumë është si ai themeli, siç e thatë, që kur bën atë shtëpinë, bën ca themele shumë të forta dhe të thella që nesër pas nesër pastaj të rezistoj shtëpia, të bëhet e fortë dhe të rezistoj çdo lloj gjëje. Kështu që edhe ne kemi vendosur që të vendosim ato bazat shumë të forta, edhe të kemi ato qëllime, të rritemi bashkë, bëjmë më mirë, dy persona më mirë akoma bashkë, dhe nesër pastaj për t'i dhënë edhe një shembull më të mirë fëmijëve që Zoti të na bekoj. Edhe për sa i përket që po thoshte Juani të thyem atë ciklin, ndoshta që sot bota po jeton, që dorëzohet shpejt, ndoshta edhe ka ato si alternativa të divorcit. Në rastin ton, domethënë ne kemi të ndaluar si emër apo divorci. Është si ajo historia e njerëzve që duan të banojnë një ishull të shkret dhe shkojnë atje me një vark. Dhe tani duke qenë se e di që ka varkën aty, dhe nëse dorëzohet, okay, po ka mundësi që mund të kthehem, mos ta bëj të banueshëm këtë ishullin. Edhe rasti më i mirë është që ti ta banosh atë ishullin, po ta djegësh apo të e keni djegur, ne? Jeni grofur nga drurin e varkës. Edhe kemi hequr nga, domethënë nuk ekziston ajo varka në rastin tonë. Kështu që shumë bukur. Si ndjeni që bën të ndjesh që varka nuk është atje, thënë. Mund të jetë një çik frikshëm, sepse është kjo kështu është edhe s'ka zgjidhje tjetër. S'ka zgjidhje tjetër. Por me kalimin e kohës, mund të jetë më rahat, po, sigurisht. Sepse ajo gjithmonë do ta jetë atje. Po. Dhe jemi gjithmonë për njëri tjetrin. Ashtu siç është e shkruar te fjala, tani jemi një dhe jo dy. Dhe bashkë me Zotin jemi gjithmonë bashkë, dhe jemi në të mirë dhe në të keqe, kështu nuk ka opsione tjera, do jemi gjithmonë bashkë për çdo sfidë, po do të punojmë me atë. Se ne jemi në atë ishull, o do vrasim njëri tjetrin, o do pajtohemi. S'ka zgjidhje. Edhe të sjellet një qetësi, por edhe një siguri. Që këtu je. E kemi dhënë fjalën, edhe ajo fjala e drejtë është atje. Por çfarë është një gjë konkrete që keni mësuar
tani nga investimin që ju keni bërë, ose çfarë është një ndryshim që keni parë, ose tek vetvetja, por edhe tek juve si qift. Gjuli me thash që paqja. Qetësia që tani kemi me njëri tjetrin që kemi mësuar. Në fillim, për një sfidë që mund të kishim, unë gjithmonë isha ajo që si do zgjedhim, si do tani. Por ajo që kemi mësuar me njëri tjetrin është që nuk i quajmë probleme, quajmë situata ose më mirë situata që ne mund t'i menaxhojmë. Sfida të vogla, ose mund t'i quajmë kështu, dhe jo duke i dhënë atë vlerën e një problemi që ai problemi pastaj të na mposhtë. Jemi ne që i menaxhojmë situatën. Pra, sepse në pak fjalë për ne probleme, është ata gjëra që s'ka që të bëj. Vetëm të lutesh. Sepse ne të dy kishim në një herë, kishim prindrit në krevat, shumë e sëmurë dhe as doktoresh, as doktoresh s'kishte që të bëj. Vetëm mund të lutesh. Dhe ato gjërat e tjera janë thjesht. Ndoshta do në dhëm në qik, por ka zgjidhje. Çdo që ka zgjidhje. Që të bëj edhe. Prandaj quajmë tani situata dhe jo nuk japim atë idenë është problem, jo. Janë gjëra, janë situata që mund zgjidhen me pak mundë. Pjesë e jetës, Janë pjesë e jetës, kështu që nuk i evitojmë, kështu që dhe kjo na ka ndihmuar që të jemi më qetë dhe të menaxhojmë më mirë situatat. Shumë bukur. Ju jeni duke jetuar perallën, ata jetuan të lumtur për gjithmonë, por me ulje dhe ngritje. Ulje ngritje të jetës. Edhe me pëlqen ajo mënyra, sepse me duket si keni mësuar që patjetër do kemi sfida në jetë. Por ata nuk do jetë çfarë të bëjmë tani. Por si një si mund të rritemi me këto sfida. Sepse kjo është e vërtetën që gjatë jetës të kemi. Normal, gjëra. Të pavitueshme. Edhe ndaj çdo sfida ka ca për të mësuar. Edhe rritemi nga këto sfide që mund të kalojmë. Shumë bukur, shumë bukur. Keni përjetuar paqen, por në këtë paqe, çfarë është edhe diçka që keni mësuar nga martesa? Keni diçka një mësim? Ata fjalë që në gjova në shumë episodit tjetër, pas punimi. Juani e përdorsh gjatë gjithë kohës tani këtë fjalë. Gjithmonë siç e tham, nuk duhet jemi ai çifti normal që thot ok 50 me 50, pra 50 vua edhe po. Këtë rast ne jemi 100% secili. Domethënë i ndajmë ato gjërat, nëse unë do bëj këtë, ti do bësh këtë, domethënë jemi gjatë gjithë kohës në bashkëpunim për çdo gjë që kemi në shtëpi, në punë. Edhe ndoshta nëse ajo është semur, unë bëj 150 ose 200. Po, edhe ana sjelltas. Dhe kjo mënyrë e bashkëpunimit na ka ndihmuar prapë. Goxha, do të menaxhojmë gjërat në shtëpi edhe në jetën që kemi. Po, edhe duket si një gjë pozitive, apo jo? Për mua, ajo fjala bashkëpunimi është një fjalë pozitive. Sepse kur mendoj për bashkëpunim, është një gjë që ne do bëjmë së bashku edhe është kënaqësi. Nuk është tani unë duhet të bëj pjesën time. Jo, është kënaqësi që jemi bashkë në këto. Edhe bëjmë të bashkëpunimi. Bukur, më pëlqen. Bukur. Por tani ashtu si keni thënë edhe në fillim që jeni nga kultura, mendoj, goxha të ndryshme, edhe nëse prap ti mendon që kultura shqiptare gjan goxha me kulturën tënde ndoshta. Po prap janë ndryshime apo jo? Si e keni përjetuar edhe çfarë keni mësuar nga këto gjë? Ne mendoj që për ne ka më shumë gjëra të bukura se sa sfidat. Se sa i përket dy kulturave. Ndoshta pak
pak sfidë për sa i përket gjuhës. Aha. Nga ana ime jo, po Jo, bravo për shqipen. Po. Shumë mirë, shumë mirë. Do shta këtu pak të pjesa e Juanit, po për sa i përket kulturave ndoshta ka qenë më e bukur siç tha Juani, sepse kemi qenë me atë idenë e kuriozitetit, për traditat, për zakonet që gjithsecili nga ne ka, edhe më shumë kemi parë me atë idenë, po më thuaj për shembull si e bëni këtë gjë ose si bestoni këtë. Dhe duke qenë se ka qenë ai kurioziteti për të njohur më shumë kulturën e secili, ka qenë mendoj e ka bërë më të gjallë. Edhe pse më duhet të lahen me çapka. Se jam nga Karaibe edhe atje është shumë vakt gjithë vit. Edhe ashtu jam i rritur të jem me pak rrobat edhe pa shapka, se jam me ke shtëpia. Shtëpia është i pastër. Shu tek shtëpia juaj ri zbatur apo ri me shapka? Si e keni vendosur? Mas zbatur akoma, por Ose ne kemi vendosur kështu, duke qenë se unë jam rritur shikoj në shtëpi edhe pse është pastër, po do të veshim shapka se kështu se. Ma thoshte po pse në fillim se ne jemi mësuar atje zhvap, shiko se shtëpia është pastër, po që këto janë më shumë sfidat e vogla që kemi pasur për mënyrën e jetesës më shumë se sa. Se kështu po tani Juani po mundohet. Ja, bravo. Që Juani kur ti shkon tek Vjera, e vesh shapkat apo çfarë po bën? Si quhen ata? Me çorape. Çorape. Me çorape. Okay. Edhe është lejuar. Vetëm çorape. Shumë mirë. Ja, sepse këto janë ato gjërat e vogla që me vërtet na bën përshtypje në fillimit. Edhe unë kam thënë, pse gjithmonë kur shkosh në një banë në Shqipëri, njerëzit janë duke kërkuar për shapka. Sepse nuk mund të futesh në banë pa shapka, sepse do lagesh. Kurse në Norvegji nuk e kemi dyshim e banjës të lagur. Po pse? Po kjo është e bukur, edhe me pëlqen që ju thoni që keni qenë kurios, që është një gjë shumë e bukur, të jemi kurios, të mësojmë nga njëri tjetrin. Edhe ajo sidja, sepse unë mendoj që edhe kjo është një sidje që keni bërë, të shikoni për gjërat e bukura, jo vetëm keni gjelur tek sfida, është shumë e vështirë sepse jemi shumë ndryshe, por keni sjedur të kundërtën. Po. Më pëlqen. Atëherë, ju keni pak vite të martuar, jeni të rinë, por çfarë doni të thoshni të rinjve që ndoshta mendojnë për martesën, edhe sot është pak si e frikshme ose janë shumë mendime, për çfarë do të thoni ju për ata? Unë mendoj që sot në kultura na mësojnë për të dashuruar me dikush, duhet të jetë i veshur shumë të bukur dhe shumë parfum, shumë rrobat, shumë lule, fjalë të bukura, edhe ata gjëra që romanset, po. Edhe ndoshta ajo mund të dashuruar me ty edhe pastaj shkon në martesa, edhe dashurin mund të lulesojnë. Por mendoj që kjo është një mit, si që ata episod që kishin për mit. Sepse pas herë, me kalimin e kohës, jetën e martesa është i zhveshur. Si që je. Nuk është si ata principalter. Kur dolën për date. Juani vërtet del. Edhe sepse me kalimin e kohës, ata rrobat i bie, ata perfuma, ata çdo gjë, ata mask i bie. Edhe aty fillon problemi. Edhe mendoj që ka edhe ata mit, se pas 5 vite fillon probleme, dhe mendoj që është kjo. Sepse ne mendoj që është më e fuqishme për të dashuruar i zhveshur.
Jo literalisht. Po. Jo literalisht, por ashtu i si zhvesh, jemi. Po, sepse që ishte Ishte edhe për ne dhe mendojmë që kjo është shumë e rëndësishme. Nëse ti tregosh realisht ashtu siç je, ndoshta do evitosh ato keq kuptime më mbrapa, se do thuash pastaj po prit se ky nuk është ashtu si unë e njoha në fillim. Kështu që nëse realisht duan që të njohin dikë dhe mendojnë se ai është i duhur, më mirë trego ashtu siç je. Me ato sfidat që ke kaluar, me ato ndoshta jo të mirat dhe të mirat që ti ke. Po fundi e thua unë ky jam. Kjo jam, por jam i gatshëm që të përmirësohem, që të bëhem një person më i mirë, ama unë ky jam, jo thjesht atë që po thoshte Juani, ndoshta kur dalim në një date jemi shikose rregulluar bukur, do të tregon vetëm ato cilësitë e mira, por që më pas do fillojnë të dalin ato gjërat e tjera dhe ndoshta do ketë keq kuptime, ndoshta edhe sfida. Edhe nëse bën të që në fillim, eviton shumë probleme. Nuk ka surprizë. Nuk ka surprizë më pas. E ndoshta e heqim dhe ato mitet. Ose nuk ka surpriza jo të mira. Jo të mira. Gjithmonë jeta ka surpriza. Ndoshta jo atë që shiko se ky në fillim më tha kështu, por tani po bën ndryshe. Edhe mendoj që kjo vjen nga kjo, domethënë që në momentin që njihesh, paktën neve në rastin ton, kjo ishte ajo që na bëri që të lidhem më shumë, sepse u treguam ata që ishim në të vërtetë sinqert, pa u munduar të bijem në sy ndaj njëri tjetrit. Shikoj se do them këtë, që Juani ndoshta do më pëlqen nëse them këtë dhe jo atë që realisht unë jam. Dhe më vonë pastaj po sepse edhe kështu punoj sotit. Sotit nuk punojnë me maskë. Përgjithësi, na është punojnë me të vërtetë. Po, me realitetin. Siç ai Zoti na mirëpret ashtu siç na do, siç realisht jemi. Mendoj që edhe për të njohur personin e duhur do të jemi të tillë. Po. Sa mirë. Shumë këshilla e mirë. Po. Në fund a rekomandoni martesën për ata që janë duke menduar se edhe sot njerëzit janë gjë e mirë, a vlen apo si ja vlen? Mendoj që ja vlen 100%. Besoj se dy persona janë gjithmonë më mirë se sa një. Kështu që mendoj se siç e tham, që nëse secili jep atë 100%, do bëhet një bashkëpunim shumë herë më mirë dhe do ketë shumë herë më të mira. Sa bukur. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. E vlerësojmë shumë bisedën me juve, edhe sinqeritetin tuaj, edhe me vërtet ato gjërat që tani e vlen të investosh në martesën tonë, sepse është bekim. Edhe pozitivitetin që keni prap, që ne jemi duke synuar për gjërat e mira. Nuk duam vetëm të bjetojmë si qift, por ne duam të arrijmë gjërat e bukura së bashku. Edhe jeni me vërtet një shëmbër që shumë faleminderit që erdhët tek podcasti ton, edhe sot ju bekoft, sepse jeta është e gjatë së bashku, jeta është shumë e bukur, me ngritje dhe ulje. Edhe dua të them në fund, bëni si Juani dhe Juliana, të mos keni qëllim të jeni qift normal. Edhe kjo është dëshira jonë, dëshira e Mishetësua, që të kryojmë një lëvizje me qifte, me familje që nuk janë normale, por që synojmë për gjëra më të bukura, më të larta. Edhe kjo kërkon punë, kërkon investim, por sa shumë kënaqemi kur zbulojmë bukurinë e planit të Perëndis në martesë së bashku. Që mos synoni për jetë normale, synoni për diçka më të veçantë, ashtu si që ata kanë vendosur vetë. Faleminderit që ishit me ne sot, edhe do shihemi herën tjetër në Mishetësua. Mirupafshim. Për të parë çdo episod, mjafton të bëni subscribe në YouTube në kanalin Mishetësua.